هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم. Sot në pak do të flasëm rreth një pikës që nxirret prej luftës së Hajberit. Ajo është kamata e tepricës apo e shtimit në ushqimorët dhe gjërat që janë ushqimore. Me fjalë tjera, dy persona të ndrojnë dy ushqimore, dy ushqime, domethënë, ato dy ushqimet janë prej një të njëjtit lloj, por normal, duke marrë parasysh se kanë kualitet të ndrysha, bëhet shtim apo teprim në njërin prej tyre. Bie fjala, nëse kemi hurma të kualiteteve të ndryshme, edhe të themi se kina hurma me kualitet të lartë, edhe hurma me kualitet më të ulët, për me bli 1 kilogram të kualitetit të lartë, duhet bie fjala atër 2 kilogram t'i japësh atij pi hurmave e kualitetit që janë përkës më të ulët. 1-2 shenë. Këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu me shumë hadithe. Njëri për atyre haditheve është atje e transmeton Muslimi prej Ubadë ibn Samitit. Thot, semi'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke ndalu shitjen e altanit me altan. Apo po ashtu edhe shitjen e argjendit me argjend, shitjen e hurmës me hurmë, e grurit me gru, e elbit me elb, e kripës me krip, përveç nëse këmbehet aq sa ka për shembull kripa që është me kualitet më të lartë, edhe kjo tjetër, domethënë nëse këmbehen hiç pa ndryshim, pa shtim. E normal ju e keni parasysh se një gjë të tillë se bën askush, do pse unë ta hap atë që është me kualitet më të lartë, për aq para sa është ajo me kualitet më të ulët. Vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot: illa sawa'an bi sawa', 'aynan bi 'ayn, faman zada aw istazada faqad arba. Në përjashtim nëse pa asnjë farë shtimi e bën, ai që e tepron apo kërkon që të teprohet, ai thot ka marrë. Ka praktiku diçka që është e ndaluar. Po ashtu me këtë, apo kjo vërtetohet edhe me një hadith tjetër për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton Buhariu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte ndalu këmbimin e hurmave të mira me këmbimin e hurmave më të ulta në kualitet.
pra duke shtu apo duke tepru. Ajo ishte atë që e përmendëm bile, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendëm këtë në luftën e Khayberit, pasi që fitoi, e caktoi një person që ai të jetë vali aty. Ai personi quhej Sawad bin Guzejja, apo Gazija, prej Beni Udejit. Thot, erdh i solli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hurma, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ama hurma të një lloji kualitetit shumë të lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë tepër i pëlqej ato hurma, edhe tha, ato gjitha hurmat e Khayberit kështu janë? Ai tha, jo, tha, ja Rasulullah. Vallai, tha, ne njësa prej këtyre që janë kualitet të mirë, e ndrojmë me disa apo 3 me kualitet më të ulët. Do thënë, themi, saj nuk është 1 kilogram, po të themi ne 1 kilogram me 2 apo me 3. Do thënë, ajo që kur është kualitet më i ulët, duhet më tepër tape, në krahasim se normal kualiteti i lartë është e mashtrim. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la taf'al, mos e bën ashtu. Bi'il jam'a bid-darahimi thumma ibta' bid-darahimi janiban. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mësoi, tha, mos e bën ashtu, por të gjitha shiti me para, pastaj kthehu dhe blej ato që janë me kualitet më të lartë. Ama të ndrysh, për shembull 3 kg pretime që janë me kualitet më të ulët, për 1 kg hurma që janë me kualitet të lartë, nuk bën ashtu. Po unë mund duhet me kualitet të lartë, apo më duhet me kualitet më të ulët. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ka mënyrë se si arrihet kjo, shiti me para, edhe pastaj kthehu me ato parat bleja që ke nevojë për ta. Pra kjo ma detaje e ka vendin në fik, ku me të vërtet dietarët janë zgjeru më tepër në këtë mesele, por ne, thotë autori, do të shqyqojmë diçka tjetër. Do të shqyqojmë dhe të nxjerrim atë dispozit e cila na bën të kuptojmë se kur diçka ndalohet, a ka mundësi ndonjë farë mënyre të njëjtën gjë ta realizojmë me një metodë pakës më ndryshe. Ama e njëjta, rezultati i njëjtë është. E ajo është bie fjala neve na duhen hurma me kualitet më të ulët, çka bën? Nuk i ndrojmë, për shembull 1 me 2 apo me 3, po çka bën? I blejmë, për shembull ato që janë, apo ati i themi, ati që ne jina për shembull që kina me kualitet më të ulët, i themi ti blej këto herë, që janë me kualitet më të ulët, edhe pastaj une kthehem edhe ti blej të ato që janë me kualitet më të lartë, normal se nuk kam para, ha? Dispozita që nxirret nga kjo është se lejohet të arrihet në deri te një formë, deri te një mënyrë për të ndru një dispozit
e cila është bie fjala më një mënyrë haram, e ndaluar, të e ndron formën për të arritë deri te ajo që është e lejuar, edhe pse rezultati është i njëjtë. Pra, me fjalë tjera, i njëjti rezultat është ne për shembull kur marrëm 2 kilogram hurma të kualitetit më të ulët me 1 kilogram të kualitetit më të lartë edhe i këmbejmë, edhe e një, por kjo është haram kështu. Edhe kjo është rezultati i kësaj, është i njëjtë me ato nëse për shembull i blejmë ato, me para i blejmë, pastaj kthehen e i blejmë edhe i tjetër, për shembull i blen apo i shet me para. Po, thot, nga kjo kuptojmë se kemi të drejtë që të bëjmë, në fakt, do më thonë, hile shëria që i thonë, ta martojmë bie fjala një grua që është e lëshuar 3 herë, me qëllim që ta lirojmë atë burin e parë që të martohet me atë gruan e parë. Do më thonë, e përdorim në mënyrë, një formë, e cila do të na çojë deri te lejimi i një dispozitës pasi që ajo është e ndaluar. Duke përdorur atë metodë, atë mënyrë, ajo na çon deri te lejimi. Me fjalë tjera, nëse gruan për shembull e ke lënë 3 herë, ashtu, 3 herë e ke lënë gruan, që ti se më e qartë, të ne i lëshojmë gratë 2-3 herë, ku me ditë se herë i lëshojmë, ka njerëz të cilët nuk u përmbahen normave shariatit, edhe përsëri e quajnë gruat veta. Në Islam është 3 herë, nëse i ke thonë ti e lëshume, ma nuk ke të drejtë të marrësh atë, përderisa ajo të martohet me një burr tjetër, e ai burri tjetër ta lëshojë. E tash, kjo a ka mundësi të arrihet në një farë forme që mos martohet ai burri, i diti mos martohet, a të vejë deri te lejimi i të parit, ka mundësi. Si? E merr atë gruan e marton, ama qëllimin e ka që ta liroje, ta lëshoje. Për çfarë arsye? Që ti mundsohet ti të parit ta marrë. Pse? Se e shef, bie fjala, ai ka rënë atë bela, apo ajo ka rënë atë bela, ka ngabu, ama fëmijë kanë, vjen deri te problemi, do më thënë, nga tresave të mëdha në jetë, edhe ki përse vape ban, vetëm se është e kushti që mos e potencuje në këtë gjë, mos e potencuje se dhe ta liroj, mos e potencuje në kontratë. Edhe të thote, po, unë të martoj të i, ama në jetin e ka që ta liroje, ta lëshoje përsëri, ta shkurrizoje, që ti, pse e marton, jo ta kese si grua, po t'ja mundsohet ati të parit që ta marra, se ai pari nuk ka të drejtë ta marrë përderisa nuk martohet ajo me dikë. Pra me fjalë tjera, më një formë është ndaluar. Do të thonë, kitë martohet me atë grua, e ndaluar është përderisa nuk u martuaj. Ajo gruaja me dikë tjetër. Por, nëse dikush për shembull thot unë dhe bëj këtë martesë, ama
qëllimin e komunet që pra e përdorën një metodë indirekte, ashtu, një hile, e bën që të arrije deri te mundësimi ti mundësohet ati burit parë që ta marrë atë gruan. Të kese të drejtë ta martoje, thot këtë gjë, nëse nuk e potencon qëllimin e këtij, ku e ka qëllimin, nuk e potencon në kontrast, atër ka të drejtë, bilehin edhe sevap. Pse? Se ki qëllimin e ka që e lëshon, e marton për të lëshu, këtë e ka, këtë një, ku e ka qëllimin? Qëllimin e ka që t'i bëje mirë dikujt. Mos vjen deri te përçarja e familjes. Do të thënë ka qëllim të mirë. Ose e njëjta është e thot, nëse dikush ka tapë borxh, ama nuk ka mundësi që kthije borxhin atij personit, edhe ki çka bën, merr parat që janë zeqatit, që duhet ta japë zeqatin, edhe ja jep atij boshlimit. I thot që këto pare janë zeqat. Edhe pastaj qëllimi i këtij ku është pse ja pa ti nuk e jep dikujt tjetër. Qëllimi i këtij është që të arrijë deri te marrja e borxhit vet, ta kthije borxhin. A ka të drejtë? Po ka të drejtë. Pasi që e jep ato para, edhe i thot tash bërë sjell ma borxhin mu. A ke të drejtë thush, po merr ki qëllimin e ka pas që ta laje borxhin e vet, ha? Apo të arrije deri te kthimi i pareve të veta, të borxhit që ja ka dikush tjetër. A ka drejtë thotë a s'bën kështu, se qëllimi është te interesi? Nuk ka të drejtë, apo me fjalë tjera, ka të drejtë ki që ta praktikojë këtë mënyrë, këtë metodë, vetëm që të arrije deri te haki i vet, të fitojë domethënë të drejtën e vet që e ka. Ajo është e kthimi i borxhit. Marrja e parave. Këtu ky autori thot nuk duhet ta shiqojmë fetvan e Ibn Qayyim el-Jawziyut, i cili thot se kjo nuk është në rregull, pasi që qëllimi është domethënë evident. Është qëllimi evident në këtë kontratë. Edhe Ibn Qayyim el-Jawziyu thot se nuk ka të drejtë, sepse gjërat janë me niyete. Domethënë me çka shpërblehemi ne? Shpërblehemi sipas nijeteve. Ku e ke niyetin, atë domethënë ashtu shpërblehesh. Thot kjo nuk ka vend, nuk është e sakt, edhe pse Ibn Qayyim el-Jawziyu është mundu të argumentoje me këto rregulla, innamal a'malu bimaqasidiha, për shembull, veprimet shpërblehen me qëllime, sipas qëllimit. Pra qëllimi i këtij është që ta liroje, nuk e ka qëllimin ta martoje atë grup, po ta liroje. A keni parasysh? E thot, të martohesh me dikë që t'ja lirosh dikujt që mundësisht të martohet, kjo nuk është qëllimi i shariatit. Qëllimi i shariatit është ta martohesh dikë, domethënë ta kesh grua ta kesh. Keni parasysh? Ajo që ja lirosh dikujt që mundësisht që të martohet me ta. Edhe arsyeja se nuk e ka me të drejtë, thot Ibn Qayyim el-Jawziyu, në këtë, është se ne jemi për atyre që e ndjekim tekstin. Edhe se mendja neve na thot në mënyrë logjike se është ashtu, por ne i bazohemi në tekst. Teksti ishte shumë qartë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ai donte t'i këmbeje hurmat e mira me
hurma më të kualitetit më të ulët, apo të blejnë për kualitetit më të lartë, pejgamberi sa tha nuk bën ashtu, nuk bën ashtu. Po çka i tha? Tha ta gjej metodën se si bën. E si shiti me para dhe ktheu blej ato që dush ti blejsh. Edhe u kry puna. Domethënë, qëllimi arrihet i njëjti, por metoda, mënyra domethënë është e ndryshme. Se si ka arrit deri ka e qëllim. Pra, qëllimi është që ai të martohet, ti mundsohet të martohet me atë gruan për shembull me atë burrin e parë, ha? Me gruan e vetë që ka pasur, domethënë, që qëllimi është. Ama nuk potencohet ajo, nuk e potenconat. E çka e zgjedhën një metodë tjetër, ajo metoda është martohet me atë gruan dikush tjetër, edhe pastaj thot unë të lirova, të shova, atër ki ka drejt, kret, edhe e merr ato. Pra, kjo është thot atë që mund të nxjerrim nga hadithi i lartë përmendur që ka ndodhur në kohën apo në luftën e Hajberit. Po ashtu, në luftën e Hajberit kemi edhe një mësim tjetër, të cilën mund të nxjerrim. Ajo është dy ngjarjet që ndodhen, që vërtetohen me hadith të saktë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato ishin ngjarja e parë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pshtiu Aliut në sy, pasi që ati i kishte dalë një kokë, një syth, ashtu, një kokë kishte dalë në sy, edhe ja kishte mbulu syve, nuk shiqonte, nuk shihte, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pshtiu, edhe ajo u kthyi më njëherë në atë moment si është kanë më parë. Domethënë nuk asnjë koka është duk. Edhe syri, domethënë normal është kthej. Pra kjo është normal një mucize pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e cila fen ligjet natyrore. Ligji natyror është e pamundur, është do të thënë të vendohet ilaç, edhe të kalojë një kohë, po atëherë ajo shërohet, nuk mundet më njerë ashtu, edhe ato me pështim. E kjo është mucize e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ajo e dita është atë që kur ajo gruaja Zenebi ja ofroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ishte nga jehudit, ja ofroi mishin e helmum pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kikoc apo kjo dele më thot mua se është e helmume. Normal, kjo nuk mund të ndodhe një njeriu që është i rëndomt, pasi që edhe ndodhe ajo, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ishte ulët haja dhe dikush tjetër, ai u helmu, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u helmu, pasi që ajo i shpjegoi apo i tregoi se une jam e helmume, pra ti mos më gëlltit mua. Se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thënë, e kishte kafshu, ndërsa ai tjetri e kishte kafshu edhe e çoi te poshtë, e gëlltiti. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e gëlltiti. Ndërsa lidhur me çështjen e kësaj gruas, se çka u bë me këtë, ka transmetime të ndryshme, e pranoi Islamin kjo grua jehude, që fute apo jo, atë që vërteton Zahriu, edhe që është më e prerë, është se e pranoi Islamin, edhe prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e mbyti atë,
po mirë, pse nuk e ekzekutoj dënimin për atë që është bërë shkaktare për ta mbyt një person, se e ka helmu atë personin. Thot, përgjigja është se el-Islamu yajubbu man qablahu, Islami i fshin të gjitha ato përpara. Pra, atë kur e bani këtë gjajo, e bani para se më u bë muslimane. Edhe pastaj e pranoj Islamin. Pra, para se më u bë muslimane, ka bo që ka bo, ajo fshinhet, dhe më thonë me Islamin, gjithë qka fshinhet për para. Edhe, prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e ekzekutoj dënimin e asaj se është bërë shkaktare për mbytjen e ndonjë personi. Po ashtu duhet të potencojmë edhe atë se jehudit që futët e Khejberit vazhduan të mbjellin tokën apo të punojnë, të kultivojnë tokën e Khejberit me përgjysëm, dhe më thonë me qesim që i thora ne, me fitim. Ato kanë punu, edhe pastaj normal një pjesë e kanë marrë pse e kanë punu, të frutave të ative pemëve, pjesën tjetër e kanë marrë muslimat, pasi që ka qenë toke e tyne, për shkak luftës është bë toke muslimanëve. Pra kjo kështu ka vazhdu deri në kohën e Hazreti Omerit, deri kur jahudit bënën një padrejtësi ndaj Abdullah bin Omerit, edhe Hazreti Omeri tha, kontrata ka qenë që ne kur të duam mund të ndalim këtë ortaklëk. Ashtu? Apo këtë punë me qesim, se ata kërkuan, tha, ne e njofëm punën tokën e Khejberit më mirë, a bën ne të punëm, me atë që një pjesë të marrëm ne të frutit të saj, apo të fitimit, pjesën tjetër e merrni ju. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, po me kusht që kur të duam mund të ndërpresëm këtë kontratë. Ato thanë në rregull. Pra Hazreti Omeri, në kohën e Hazreti Omerit, kur ndodhe ajo padrejtësi që ja bën Abdullah bin Omerit, atëherë tha Hazreti Omeri, tashmë veç erdhi koha që ta ndërpresëm, edhe ashtu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka lidh këtë kontratë ka qenë kushti që nëse duan musliman të ndërpresën. Edhe për ati momentit, më thënë, e ndërpret Hazreti Omeri një kontratë të tillë me ta. Edhe, në fakt, kur është ndërprej kjo, vazhdon edhe kontrata që si ka qenë. Kontrata ka qenë që ato të dalën prej Khejberit. Pra qëndrimi i tyre në Khejber për shka ka qenë që ta punojnë tokën. A përndryshe, kontrata kështu e përgjithshme ishte që dalen ato. A pse janë vënë nuk kanë dalë? Se për shkak të kontratës që është lidhë që ata ta punojnë tokën. Tash ajo kontratë bie poshtë, ajo do të thotë se edhe duhet dalën prej Khejberit, edhe prej atij momenti arabët prej gatishullit arabik, do më thonë, largohen, dëbohen faktikisht, jahudit falni, edhe përfundon, do më thonë, jo, edhe prandaj në gatishullit arabik, do më thonë, vendi caktuar, nuk ka edhe ndalohet faktikisht të ketë për tyne, ajo fshehura zi është në diçka tjetër, kryesore për këtij momentit ata përzihen në këtij vend. Pra, këto ishin e gjithë ajo që ka të bëjë me luftën e Khejberit, për sonte me aftohen me kaq, alhamdulillahi rabbil alamin.